presidentin e skuadrës së Trepçës, e cila është kampione edhe për vitin e dytë të rresht, sidomos për gjatë këtyre 2 viteve ka fituar hiç më pak se 7 tituj. Kështu që se qysh tek e çka na tregon pra edhe vetë presidenti Lindrit Misimi. Lindrit, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Po e filloj pak a shumë një titull i viti 2 të rresht kampion, si e përjetove, sepse di që me ardhë në palestër dhe me të shiku e përjeton shumë deri në maksimum atmosferën. E vërtet është, na si Mitrovicas me Trepçën na të lidhën emocionalisht qysh prej fillimit. Duke ashtu këto që kam qenë edhe vetë futbollist 15 vite, kam lujt për atë qytet. Tjetër është me lujt edhe tjetër me shiku, kështu që është e vërtet, jam vetvetja, thjesht nuk muj të përmbahem aty, jam tifoz, edhe pse jam zëvendës president bashku me Vullnetin, ai është më i përmbajtur shumë, unë e shprehi thjesht si tifoz, tamam si tifoz bile plot në qytet, më thonë ti je për nalt me ardhë me Torcidën atë se poshtë, po ki emocion është e vërtet, po kur je pjesë edhe e organizimit, ki qef me po sukses klubi jetë edhe po shihet të na. Atë ka ndodhur në herë ose kështu, atë ka ardhur me vete, më thonë, shumë atë uvin se hinë. Jo se s'kom lujt basket, po ka në herë për punën e zemrës edhe moralit që thojnë, thëmë, ajde bre pak ma me zemrë, kallëzohet që sonjeri, apetin ato emocionet kur po gabojnë atë diçka, dhe me thonë, sport nuk bën më tutë, që kjo është më rëndësis, to e kom se prioritet të na, s'po thamë që kem lojtar tutza, po ka në herë i edhe ata pikop trema, e stresi, të na po illnuna, po qa ki mu tut, du të me lujt. Kur ulesh edhe bën kontrate me një lojtar të huaj, sepse zakonisht në Kosovë diskutimi i lojtarëve të huaj është që vinë lujnë për statistika. Cilat janë fjalët e para që fol me një lojtar të huaj për me nënshkru kontratën? Pyetje me ven, basketbolli i Kosovës vitet fundit nuk ka pas imazh të mirë për basketbollist huaj, duke ashtu këto problemet financiare, vonesat me rruga, mandej shumica e klubeve ose gjysa e klubeve Superligës kanë probleme edhe me BAT, me gjykatën basketbollar, po që i kanë vënë rrugat e kontratat, ato na ka kriju një farë lloj mosbesimi për këtë ligën tonë. Mandena na kena hasë edhe probleme me Mitrovica atë, për shembull kemi pas me pru lojtar kogja cilësor këto vitet e fundit, edhe kemi arrit ndoshta deri te përfundimi kur ka hi edhe ka interesu për qytetin, fatkeqësisht në situatë kaotike, kaotike, në thoj ajo luftë jo kështu, edhe kanë shprehje si lloj frike për me ardh, edhe me të thënë të vërtetën është e vështirë mi pru. Po kur po vinë këtë, ne kur pja shpjegojmë planin, projektin, tash viteve të fundit, peqimun edhe Vullneti bashkë me gjithë sponsorët që i kemi për kraj, ku dua t'i falenderoj nga zemra, është punë që për shembull shohin që është ndryshe, qyteti shumë i dashtëm për basketbollistët, jeta e lirë, do me thonë për ta, edhe në fund kontratën gati 90% e kontratës e çonajnë shpejt, nëse është pak ma familjare dhe nuk harxhon pa lidhje. Edhe tash gradualisht jena aty kriju një imazh shumë të mirë, edhe në shpresoj si vjet, edhe vitin e kaluar ka qenë më mirë, si vjet do të jetë edhe më mirë, edhe do të sjellim lojtar cilësor ku kem synim edhe në Evropë me bu diçka pak ma mirë. Para se të kalim të kjo pjesa e Evropës, po ashtu edhe flasim pak a shumë për titullin, po ndu mu ndalë pak të kjo pjesa e lojtarëve të huaj. Se bën skautimin skuadra Trepçës, sepse po kthehem pak a shumë 8 vite mbrapa, afërsisht vitin 2018-19, një lojtar të cilin kishte marrë Trepça një herë, gjatë kohës të cilin nuk rinë qenë pjesë e skuadrës, e publikuan në faqe zyrtare me pas se larguan lojtarin brenda një loje për arsye që nuk i ka pasur pritshmëritë e YouTube-s. A bëhet skautimin pak më ndryshe, a është ai ende skautimi i
lojtarëve përmes highlightsave të ndryshme që i publikojnë në rrjetet sociale? Jo, kjo pyetje me vend shumë edhe du ta konfirmoj për gjithë opinionin. Në Trepç, prej se është kryesia e re, edhe jemi fut na, punohet në mënyrë profesionale. Qysh është mënyra profesionale? Ne mas pare kur të krijojmë ekipën për sezonin e ri, prioritet e kena me kry shtabin teknik, kryem me trenerin. Masi që të mirë treneri, ullëm dhe i tregojmë sa është buxheti për lojtarët vendor dhe sa është buxheti për lojtarët e huaj. Kështu që në bazë të saj treneri fillon skautimin, në bazë buxhetit që e ka dhe kërkesave që i duhen. Edhe asnjëherë se 5 vite nuk ka ndodhur që ne si kryesi asnjë përjashtë prej presidentit deri te ai poshtë që është aty që na ndihmojnë, nuk ka shans mu përzim punën e transferave, sepse nuk është puna jona. Puna jona është organizimi i klubit dhe me të bu buxhetin. Mase ti janë buxhetin ja cakton, cilën mundëm me kry, edhe deri sot jo me të parin, po me 31 i kena kry rrogat. As një bërsh nuk e kem ndaj lojtarët, as një në arbitrazh të batë si që ka ma herët, dhe as një ankes nga lojtarët. Kështu që është edhe një sen duhet ne pagujmë një program dikon ka kosto 6-7.000 euro në vjetë, e cila është instat. Ka dhe tjera, po një brendi instat, cilin trenerat e moren, bashkë me ndihmësat e tyne dhe e skautojnë një lojtar i cili ka lujt 2, 3, 4, 5 vitet e fundet me gjitha pozicionet, gjitha klubet, gjitha lëvizjet, kështu që nuk ka shans të marrët lojtar nga YouTube, nga shtabi teknik, e hiq nga Dizbeqiragici i cili ka dur të lira dhe është kompetent kryekput për çdo transfer që vjen në Trepç. Kështu që nuk ka të bëj me YouTube asgjë, edhe është një problem tjetër, masi që të bënd me një lojtar kontrat, edhe vendos me marë, nuk mund është me hek mua atë lojtar kur dush, sepse ai mundet me ta marrë gjithë kontratën, gjithë vitit, edhe po duhet me pas kujdes, tona kur po kem probleme, kur po dojna me ndru diçka, nuk po dalin pritshmërit, nuk po forma e duar, nuk më mundën me gjetë vetën Mitrovic, pëse është Mitrovic në Trepç, nuk është edhe bashkë let me lujt, është një presion ndryshe, qysh është mëngjes e deri shkon stërvit e ditja fillon loja, është presion. Kështu që nëse s'mundën me bajt disa lojtar, po kam probleme, mandej duhet negociata për me shkput kontratën, edhe aty po kem probleme, po kem kosto. Kështu që nuk është edhe bashkë e lehtë. Titulli kampion i viti 2 të radhësi. Çka mundesh na fol ndryshe nga ky edicion nga i kaluar? Të them drejtën, synimi jonë çdo vit është i gjitha trofejt. Edhe të bëhemi real, nuk është lehtë të mirën gjitha trofejt, se gjitha ekipet ja kanë buxhet për afërt me neve dhe kanë organizim të për afërt me ne. Kështu që bashkë me trenerin atë ditë bisedum kur u kry, u kthye dhe më tha, e ke një shprehje që më thiraj, edhe më tha, i tha 7 finale, tha i kena fitu, tha. Një bre tha, kena mujtë me marrë që thojnë në thu edhe me hub. Tha, kjo është arritje e madhe. Edhe ty e posh parasysh e kena eliminu një Prishtinë ko gjatë fort, si edhe çdo vjet, në gjysmë finale. Një bashkemi cili ke shumë i papërshtatshëm, qa me thonë, është shumë krenari, është thjesht një sen që nuk e kena mendu, nuk e kena paramendu që mundum na për 2 vjet me mbledh gjitha, po tash është një problem që jena lasdru edhe na si kryesi edhe si qytet, tash me bu një finale mos me lujt, po më duket shumë po mërzitu me po dhe ilnohëm që to do të me ndëreq pak, si ta mos Mitrovic që to do të me ull pak tensionin, edhe tash pritshmëritja na pet më marr krejt. Po do të ndal pak të kjo pjesa e qytetit Mitrovic, sepse për një me përjetojnë pak më ndryshe se në vendet të tjera. Sidomos rivaliteti me Prishtinën, po ashtu tashme edhe me PN, sepse kam pasur raportet e mira tifogrupet, por tash i kam prishur raportet dhe si edicion që ke po, a ka qenë edicioni më i luftuar deri më tash, krahasimisht duke marrë këtë përbërjet e ekipeve që kemi pasur? Them drejtën, ndoshta viti kalun ka qenë
më i fort. Liga, unë mendoj që viti i kaluar ka qenë liga më e fortë, se kemi pas një yll shumë të fortë, një Pejë shumë të fortë, një Prishtinë shumë të fortë, Trepça ka qenë aty. Edhe si vjet, Peja pak ngecje pat, Prishtina mundu ngjall ka fundi Ka pak. fundi, po. Edhe në fund erdh ajo organizimi i cili dy klubet e kanë bu nga dita e parë. Se unë linte ceket me bashkimin kemi qenë në së bashku përgatitje në hotel pa të më qillu në Maltzi, dhe ata kanë pas prej ditës të parë ekipën e organizume. Edhe ajo pi jep frytet, nuk është mund basketball, hajti marrë një dy lojtar, një anor të mirë edhe bona kampion. Tash po lypët prej ditës të parë, se fillojnë shtator përgatitjet, të kesh një organizim, e kjo po kushton edhe ka kosto, sepse është kogja kosto për me pas. Edhe ne mendoj se pak qenë Peja e fort, Prishtina, Trepça dhe Bashkimi, që fatmirësisht si vjet edhe ylli aty, nuk ka ligë kvalitative. Kështu që unë shpresoj se si vjet edhe Peja, edhe Prishtina, edhe ylli, edhe Bashkimi, Bora mundet me qenë befasi, besoj që ka me konë një ligë më e fortë se si vjet. Unë mendoj sepse edhe ne si ekip, si Trepça kena pas ekipin vjet ka gjama kvalitet. Unë më i me thonë këto me plot përgjithësi, edhe pse kena pas vështirësi të na edhe në finale mu bo kampion, se erë një verç i yllit edhe na boni telashe që thojnë, edhe do të me shku në 5 loj. Në gjatë kampionatit kena pas e cëri deri 24 fitore me 2 humbje. Do me thone kena kallëzu një këgja një stabilitet madh, ku si vjet ka mungu. Jo që ka qenë liga me e fort, po në besoj që si vjet kena pas oscilime me lojtarët e huj, nuk kena pas fort. A ka qenë edhe paka shumë lodhja para fillimit të edicionit, sepse ekipet tjera kanë mundu përgatit, por jo është dashur që të jeni pjesë një garave evropiane. Po jo, ajo është në fakt më i me thonë është përparësi, sepse ti për shembull po fillon, po përgatitesh mirë, tona gjatë vitit ka rëmje dhe ngritjet një ekipës. Sepse edicioni nuk është që ka filluar edhe as mirë Trepça. Jo, po pikërisht për këto, po them, nuk ka punë lodhjesh, po ne besoj që është puna e transfereve të huaja, edhe tjerat pak kanë patën lojtar më kvalitet, edhe patëm goxha humbje se vjet, diku edhe të humbje kena pas. Heq vitin e kaluar që kena pas 2-3 humbje gjatë gjithë kampionatit. Edhe tash kjo është një problem i cili po kjo oscilime, për shembull lojtari Mike Myers që ishte te na ardh me 9 muaj pauzë. Do me thonë javën e parë kur ka ardh, mos them gjithë veç 80% stafit edhe njerëzve që e njohin basketbollin në Mitrovic kanë thonë s'ka kur që pe këtina. Shumë pak njerëz që ka pasur diskutime, madje po flas kështu edhe në qytet që do të largohet bashkë me Malikin. Ende pa bo mirë pa hyrë në fazën e play-offit. Që të kishte qenë fillimi, ndoshta edhe kish bu ato trajnerë, sepse po nuk patëm kohë mu ke fundi, edhe na metëm pa qendër, edhe për me gjetë lojtar qendër të kvalitetit, lojtar pozitës 5, po shumë e vështirë, edhe po ka kosto edhe shumë e vështirë, sepse është kërkesë e madhe në Evropë për këtë kalibër të lojtarëve, po ajo dëshmoj veten se është kush është, edhe pas të përgatitjes fizike filloi të ta marr veten, edhe mund të them që e dëshmoj se është lider edhe u bum kampion fol kontributit goxha të madh edhe tina. Që ke po akuzat e skuadrës të Prishtinës për pjesën e gjyqtarëve? Kjo pyetje interesante që s'kisha pas fort qef mu zgjonu, po nuk bën edhe pa e përmen. Prishtina, duke kuptu gjithë rivalitetin, është të u marrë shumë me Trepçën, apo kupton. Duke u marrë shumë me Trepçën, tonë apo ka probleme në ekipën e tyre. Nuk mund është bre 8 kupa ti mi morë 7 kupa me refera, po kupton. Edhe shoqërzotit Kosova është e vogël, edhe njihëm gjithë, edhe gjitha qytetet e shohin, tifos të ndryshëm, eksperta ndryshëm e shohin basketbollin. Edhe nuk mund është ti tash, si me thonë na, kur ka qenë
mos të përmeni këto emra Prishtina dominuse, e cila nuk ka pas ligj sponsorizimit, o kon ekipa larg ma e financume për reklamave, ose që ashtu të kon politika e biznesave gjithve, dhe kanë investu në Prishtinë, kanë tërhek për interesat ndryshme, edhe se me thonë Prishtina i ka pas 700.000 euro budget, peja që e ka përcjell gjithmonë, o kon ose Rauveci fillim me përcjell. Edhe ka pas shumë, tash nuk është ajo, tash kjo është realiteti i basketbollit Kosovës e çdo sport. Një kryesi e organizume mbledh fonde. Kur të mbledhin fonde njëjtë, aty të na tregojnë e kush më organizum, se kur jena njëjtë mundëm me bugora, po kur ka nivel më të lartë, edhe më të ulët normal që dominon. Tash Trepça po dominon që 2-3 vitet e fundit, po nuk i ka Trepça, si me thonë 2 milion e Prishtina 500.000. Prishtina si vjetë unë e besoj që ka harxhu pare ma shumë se ne. Po duhet me këshyra ata ku është probleme. Jo, abeden, unë jam shumë i lumtur që ka ardhur puna edhe mu marrë Prishtina ka shumë me Trepçën. Kjo është një arritje shumë e madhe, sepse ajo është klubi më i trofeshëm. Edhe tash pe thon për Sarkaz pak, ata 40 kupa i kanë. Kështu që tash nuk banu mirë me refera, brese, është e ollë shumë. Unë menoj shumë e ollë, për një gjithë dytën teme, referi, po referi 7 kupa s'mundet me t'i prure. Edhe në parket, se referi as kosh nuk jep. Fito lujen edhe ditën e mirë. Tash mu këthuj edhe neve sa na kanë dëmtu referat e nashta spedi, mundet me ku një loj që ndikon një herë, 2, ndikon rezultat, po të na vjen kampionatit tjetër, e vjen tjetër, nuk është veç Prishtina që akuzon, ka edhe tjerë që kanë met jashtë basketbollit, nuk po mundën me gjetë vetën, po merren në statusa në për Facebooka, për Trepçën, po e kotë, vepra fol. Po do mund dalë paka shumë edhe tek pjesa e gjyqtarëve, po tek pjesa e gjyqtarëve vendor, se ke po veprimin fakt të Federatës Basketbollit të Kosovës. Ti si president i një klubi, edhe ke pasu kontakte edhe me ekipe tjera që me ndërmarrë diçka, apo e kini leju, qysh kanë thonë, ose qysh e ka propozu Federata Basketbollit të Kosovës? Paraprakisht them se asnjë vendim nuk mirët në kryet vetin nga Federata. Është bordi i klubeve, cilët shkojnë kryetarët në kryetarët dhe bojnë mbledhje me kryetarin edhe bordin e FBK-s, edhe bin vendime edhe për garat, edhe për referime, edhe për gjitha mbarvajtjen e një vites që shka me qenë. Them drejtën, fillim vitit kalum, o ku një farë bindje që mos me pas si vjetë referat huj. Po, në bas që ty në polemikave dhe që ty në lafeve, një farë mënyre, përgjithësia po shumë e madhe në play-off. Edhe po ka ngarkesë të madhe psiqike edhe të lojtarët, edhe të klubit, edhe të referat. E pronën vendimin që me pru referat huj, tash o keq kuptu kjo shumë, po mendojnë që ne referat nuk i dojmë. Unë ma kom dëshirë me më referu referat tonë vendor, edhe me konë që thojnë mu prezentu mirë. E di që si propozim ka qenë me qenë 1 ose 2 gjyqtarë. Po mandena pat aty disa keq kuptime dhe unë a me drejt atë pa drejt du të mjë dhonë edhe refera vendor një arsye që ja po referojmë 3 asë një, po kuptan një farë mënyrë edhe ata kanë pos drejt këtë refuzimin cilin e kanë bu, po në fund të ditës unë e mendoj që për play-off është ma mirë referat me kund huj, sepse po jetë diqysh ma poster, në fund ma kjarë gjithë shka po jetë, e mos mu etiketu këtë si stash ma herët Kosova e vogël. Jo kjo referë me këto, jo kjo me këto, jo kjo na hupi me qëllim se kjo e ka këto, apo kuptan, edhe unë e mendoj që nuk duhet jetë hotri refera vendor për play-off, sepse ata janë kursy. Unë e mendoj që janë kursy personalisht ata, po është një farë punë që është zërë më zgjedhë dhe mi knojsh 2 partë. A jeni ndjerë të dëmtuar pavarësisht qofse edhe keni fitur lojën? Po ka dëmtime, është e vërtet, ama unë gjithmonë mendoj edhe gjithë kam thonë si të referat vendor edhe të ndërkombëtar, dëmtim, unë nuk mëj me thonë dëmtim, po mëj me thonë gabim. Gabimet cilat përbojnë referat janë gabime, që ndodhen edhe në Euroligë dhe gjithkon. Po me tendencë, unë jam i bindën, që 5 vite që jam këto me tendencë, kur nuk ka këto korgjë. Kur asë një herë, unë nuk besoj që na i refer vendor
ka tendencë me dëmtu një klub. Gabime po, trajnimi, mos profesionalizmi, i ik, nuk e sheh, apo kupton ndodh. Edhe ato duhet na me kuptu. Po fatkeqësisht tash ajo inati, rivaliteti, këto të na ti po mendon që të ka dëmtu, po jo që tash në edhe në play-off. Mu ule mi këshyr krejt lojt me analizu gjitha lojt e play-offit, pavarësisht kush me kon kalu, ka posë dhe shumë gabime prej referve të huj. Jo, gogja shumë, që mundët me kon edhe që u dëmtu na njona ekip na i herë, po apet ata mos i njohim si janë këto janë shku, këta tonë që të pikem të na po paragjykojnë pa lidhje, pa kur far nevoje. Kështu që s'po dia është zgjedhje e mirë apo nuk është, po duhet me analizu për vitin e ardhshëm qysh me vazhdu kjo punë, që cila i takon federatës, po edhe detyrimisht edhe neve po na përfshin si klube që po duhet me vendos. E kemi parë që pavarësisht që një pjesë e gjyqtarëve thuaj se tashmë vetëm janë tërhekur, pra nuk do të gjykojnë edicionin e ri, por po do ndalen pak për sezonin e ri. Cilat janë përveç objektiva, kuptohet që i luftoni për gjitha trofet, garave europiane, çka do të bëhet Trepça, duke parë, e di që me Adicin vetëm e keni vazhdu kontratën, por cila tash është pjesa elitare vendor dhe elitare të huaj. Vlen të cekët diçka me sqaru për opinionin. Basketbolli nuk është si futbolli, sto duhet me post kjo gjithë opinioni i cili e përcjell basketbollin. Për shembull, nëse buhesh kampion futboll, të tonë e dina sa janë drejta televizive nga federata, nga UEFA, sa ka përfitime. Kur kvalifikohesh në grupe, ose fiton një ndeshje, ose jetë barazim, gjitha janë ato përfitime që të bojnë kogja një buxhet për me vazhdu. Fatkeqësisht basketbolli e ka këtë mangësi që po na sjell shumë probleme. Për shembull, nëse buhesh kampion, i ki 20.000 euro nga federata, ato parë si vjet nuk i ka marrë kampioni sepse janë shkep për refert e huj që kanë ardhur, edhe në farë mënyrë na jena 0-0. Kur gjohesh, bile me minus se duhet tash me kry premijat e këto që jemi përcjell lojtarët, edhe tash kur futesh në garat evropiane, ne si kampion e kena mundësinë për me lujt 3 lojë luhen. Tash ku të organizohet ajo, duhet mi bo 3 fitore për mu fut në ligën e kampionëve në grupe. Nëse e hupim, bina në ligën e FIBA Europe Cup, edhe ato i kena sigur 6 lojë. Do me thonë kur farë përfitime, edhe dush me bo ekipën, edhe me shku gjitha në harxhimet tua, me hotel, e fitove lojën, e hupe lojën, kur farë përfitimi 0 është. Edhe kjo për na sjell pak problem, sepse po duhet me bu kogja kvalitet ekipën për ato gara, sepse po janë shtetet evropiane që kanë ekipet e mira. Pretendimi jon është me mundësi që e falem edhe me Adicin, me mujt me dorë zoti, me pas fat në transfera, edhe mu fut ligën e kampionëve, ishim hin histori si shtet edhe si ekipa e parë. Nëse jo, bile me kalu grupin në FIBA Europe Cup. Është e vështirë, shumë e vështirë, sepse duhet me pas lojtarë të huj, të na fatkeqësisht lojtarë të vendor, na e kena këto 3-2, po duhet 4-5 të huj mi marë, mandej detyrimisht 2-3 lojtarë vendor, po duhet me marë pjesë për ato gara, fatkeqësisht nuk janë të përgatitur në lojtarë të vendor, e tha me shumë keqardhje, po tash na mu dorëzu në jetë nuk e kena mu mundu sa ma të fort me prezentu qytetin edhe shtetin, kështu të ta shohim që apo na pret. Erion Kastrati vazhdon me Trepçën, apo kemi parë tashmë edhe publikime edhe nga mediumet ndryshme që janë të afërta, fakti jo të afërta me klubin, po me qytetin e Mitrovicës? Zyrtarisht, na nuk e kena kaput kontratën me Erion Kastratin, një ofertë na ma herët ja kena bu presidenti Vullneti ka fol me to, ja ka dhënë një ofertë për vitin e ardhshëm. Si mas sjelljeve tina të fundit, jo, mos të keq kuptom, jo sjellje negative, po si mas qëndrimit tina, si duket, nuk është interesuar me vazhdu me Trepçën ai.
Kështu që na do të vazhdojmë, do ta shikojmë, inshallah Rioni ka fat edhe sukses, një djalë i mrekullueshëm, një lojtar shumë i mirë, ndoshta në Mitrovic nuk ka mujt me kallëzu ato që e ka potencial. Po ne si klub jemi shumë falënderues për sjelljen e tij, edukatën e tij dhe profesionalizmin e tij. Pjesa tjetër e lojtarëve vendor ka vazhduar. Po, me kapitin kemi kontratë, cilën e kena kryer më herët, të Musicën jashtë, Drilioni është në shtëpi vet, kështu që Anesi ka kontratë, Venisi ka, njëkohësisht tash me tunën jena në bisedime, me përfundu edhe me ta besoj nesër mas nesër, shpejt edhe me ta e kryna, mandena një pauzë pak shkurt, edhe duhet mu fokusu për lojtarë të huj. Ka lojtarë të qytetit të Mitrovicës që luajnë ekipe tjera e që do të pritin të pashkuën drejtës, apo nuk ka diçka? Them drejtën për momentin nuk ka diçka, nuk po them që nuk mundet me pas në ditë në vazhdim, po për momentin nuk kemi ndonjë target për ndonjërin që duhet të jetë pjesë e jona, po të shohim dhe kërkesat e trajnerit, se ai ndërkohë do të mendoj çka i vyn tek i vyn, edhe pse kam qenë pak i angazhuar se është në kampionatin evropian, po është aty Brahimi, Petriti, të cilët do të mirën edhe me konsulta me to, na japin neve direktivat, ka mundësi me fol me ndonjërin. Po, nga pjesë e lojtarëve të huaj, Majers, Koton, Wendell Green, Sami Hunter pritën të qëndrojnë klub? Them drejtën, kërkesa e Adisit është me nal Majersin edhe Kotonin. Na qysha dit mas Drekës e patëm me ta për shëndet, se i kena ullë dhe kena full me ta. Dhe kanë ndër të tjera ata janë shumë falënderues për gjitha, do me thonë, edhe janë shumë të kënaqur që e kanë arrit titullin edhe që e kanë njoft në qytet si Mitrovica me energji të jashtëzakonshme. Këto janë fjalë tyne edhe Majersi bile ka bu një postim kogja emocionues, edhe na ka ardhur shumë mirë dhe na një shumë krenar. Kështu që na ata dy i kishim dalë me çdo kusht, po ata kanë arrit disa statistika goxha të mira, edhe kanë me pas oferta, në besoj edhe nga klubet me nivel më të lartë në Evropë, po nisa na kanë premtu për ofertat e njëjta do të kthehen në Mitrovic. Kjo është shumë interesante edhe shumë shpresdhënëse që ka mundësi ata dy mi po apet në Trepç. Adisi si trajner, çka mundesh me na fol për ta? Adisi, ç'a më thon për Adisin, vepra e ka dëshmu kush është Adisi, po jashtë saj është një njeri mrekullueshëm, është një besimtar i mirë, është një trajner i cili unë e them drejtën, Vili Vullnetit i thash një ditë me bu mos me pranu kë ka gja problem na sjell. Kanë me pru, ç'a me pru karakterin spionje, kena pas na probleme ma herët me trajnerat që kanë qenë abedin thjesht, kështu që thuj na fjalë popullore folliranta, apo kupton, edhe ke pas probleme edhe në ekip, edhe na e kena Adisin 2 vjet kur një mbledhje nuk e kena mojt. Do me thonë, unë e Vullneti kurs na ka thonë, hajde në prefolni me qëta lojtar, qysh mja bua, qa me bu, e mon disciplinën, e mon atmosferën, është psikolog, do me thonë, s'është rastisht ku është, apo kupton. Edhe shtrohet pyetja për shembull pse është në Kosovë ai. Kjo është pyetje që në me nuk ka përgjigje, ama unë e kom deshifruar në farë mënyrë. Adisi është njëri i drejtë, është njëri besimtar edhe ka qef me pas bile ma një ditë i kishtë thonë një bashkëpunëtore të zetë, po thotë që aja ma i lumtur në këtë klub, sepse ka kalu shumë edhe denaj, që kurve nuk hini dikush me më thonë, atë lëshojnë atë që të loj, atë bujnë atë që të loj, atë diqka. Një bëj pengesa, që s'munët me konë Turqie, në të klube tjera, është që dallaverën ai nuk munët nas një mënyrë me përbi, kështu që ne jena taku dy partë që kena këtë punë, tamam, aje ka punë, na e kem hobi edhe e kena për qytetin ton, me pas sukses sa ma shumë e shfrytzuesit lidh sponsorizimit, dhe jena shumë të lumtur që ka pranu me nejt edhe një vjet, një gojlet madhe na ka hiq. A do të shkosh zbashkum edhe me Vullneti me
Me këshyrë ndonjë prej ndeshjeve kampionatit evropian. Po, gjithësysh, ato na shtatëria atje jo, po e kena premtu që kena marrë me të vizitu tash qëllën loj Svedina hala, ajo treneri jonë mi adhoni për krahe bile i tribinës atë. Pse jo mos me marrin lojtarë të Bosnjës. Edhe ato e kena thonë këshirë bere në njërë të bëjsh me përu, le hajgore, bëjsh a thash bere që të gjatë anë musë, ma se e ka këri me realë, bere të nasë aty, a di se është njëri mrekullushëm dhe strateg, po shihet. Cilat janë, po du për me paka shumë për në ndalë të ke pjesë lojtarëve të rajonit. Çka është problem? Pse është problem e pru lojtarë të rajonit? Duke ditë që kur po vinë lojtarët prej Amerikës në Kosovë e kanë një farë ndryshimit basketbollit këtë ndryshim me këto që luhet në Evropë. Janë kërkesat më të mëdha se lojtarët muaj nga vende ndryshme? Prej përvojës që i kemi që këto vite, lojtarët e rajonit tash nuk po mundën mi përmbush kërkesat e trenerave që i kena për ligën. Tash lojtarët e rajonit kvalitet janë të rahatum klube të Evropës ose në klube të veta që janë kogja stabil. Tash hiç Serbinë edhe Kroacinë dhe i dikon për shembull Shqipëri, Maqedoni, Sloveni nuk ka fort lojtar kvalitet cilët mundën marrë me lunë Kosovë. Kurse në Serbi e në Kroaci e dina nivelin, ata edhe ashtu kështu po qojnë lojtarët edhe në NBA, në Europë, shumë në Euroligë, gjitha klubet. Edhe tëna është edhe një sens që edhe Trepça, klubet Kosovë tash nuk po marrin më lojtarë për Amerikës direkt e mi pru këtë, sepse u forcu liga gogja shumë edhe po duhet me marrë lojtarë të cilët kanë lujt në ligat e tyne, në Evropë, edhe për Evropës po përvojtëna edhe po inkuadrohen ma letë, sepse Amerika ka shumë lojtarë, do me thonë ka ofertat shumë ta, po të cilët nuk mundën mu gjindë dhe në Kosovë, tona del që ajo që po thu po marrin lojtarë për YouTube-ës, edhe nuk mundët mu përshtat, kështu që fatkeqësisht lojtarët Kosova nuk po prodhon, që kjo është një prej hendikepe më të mëdha që aty na shumë është problem e tash ku problemi unë nuk po muj me ditë nashta edhe që ka dallim me futbollin, për shembull futbolli çdo vjet çat lojtar sa dush, edhe ty këshyr ligën ti ki gjatë 60% 11% e parë në lojtar kosovar, edhe liga s'është për mu çu poshtë që thonë, është ligë kvalitative. Po basketbolli jo, fatkeqësisht se që ta gjithë janë të usill që to lojtarë dhe fati tyne s'kan konkurrencë, po marrin rroga mbi vlerësume, kështu që kjo realiteti. Lindrit, ishte e kënaqësi pas pjesë të emisionit Balladat Sportive. Faleminderit edhe për juve për ftesën, ju dëshiroj sukses. Shihemi tjetër në vjetë si kampion.